Ne po vazhdojmë të diskutojmë me shumë, si të është pathos, do të thoja, por, doktor Ceko, ja ndërprem logjikën dhe argumentimin, ju kërkojmë djetë sepse... Jo, s'ka problem. Regjia grafikun 6, lutem investimin në Sazan, se do t'i rikthejmë dhe ati. Po, doktor Ceko, i lutem. Më pëlqen edhe kjo pjesa e modelit që të kemi investimet tuaja dhe në pjesën e real estate. Nuk e shoh në një problematike, me një qikë zgjuarësi, ne mund të kthejmë edhe nga avantajin tonë. Është një, paralelisht me ngritjen e sektorëve tjerë, prap të mbajmë real estate-in, ka akoma hapësira, ka akoma mundësi. Vetëm përfitime kemi. Edhe real estate-in nuk kemi pse ta mbajmë vetëm të apartamente, dhe ta diversifikojmë edhe në mënyra tjera, ka mënyra tjera bashkëpunimi. Unë do të thosha që dy modelet tjera për nxitjen e investimeve tuaja mund të jenë ato që quhen alianca strategjike, edhe partneriteti publik-privat, po me investimet huaja, dhe gjithashtu pjesa më e mirë e vendeve evropiane që të Evropës perëndimore, të cilat janë sot atje ku janë, krijuan një model investimesh në ato që quhet Foreign Portfolio Investment. Jo FDI, po FPI. Foreign Portfolio Investment u zhvillu në Evropë sepse vendet e Evropës perëndimore ndërtuan bursën. Do në shkoa jemi të vonuar për bursën e Tiranës. Jemi të vonuar për tregun e letrave me vlerë. Sepse është një mënyrë e mirë. Kërkon një parakusht tjetër, nuk duhet kemi 40% informalitet. Po, mirë, shumë dakord. Edhe korrupsioni është problematik. Ato shkojnë duke ndihmuar njëra tjetrën, sepse në momentin që ti s'ke bursë dhe nuk e përdor si instrument, po nuk ka presion për deklaruar. Në momentin që ti e krijon dhe ai është si instrument aty dhe un kam nevojë për ta përdorur këtë instrument, atëherë automatikisht unë ka dhe kushtet për të regjistruar bursë. Nxitem për të formalizuar sepse e kuptoj që ajo çfarë fitojnë nga informaliteti është shumë më pak se ajo çfarë mund fitojnë. Le të filloj me agjensitë me shak në momentin që ti ke një investitor si ekonomia me miliarda euro, ai nuk të vjen ty që të ndërtoj, ai të vjen të cjetë lekët në bursë, e ble atë kompani shqiptare, qofte edhe me pjesë, gjysmën 30% ku dion, futet bashkëpronar, t'investojnë qytetarët shqiptarë më burri dhe çdo qytetar shqiptar që arrin të kursej 2-3.000 euro në vit t'i hedhin bursë, sepse ato që sjellin emigrantët janë 1 miliard euro remitancë. Sepse do kenë një burim tjetër të ardhurash, jo 1%, 2% që në bankës. Të bëjnë por mund ketë 10% aksioner. Edhe llogaritë të bankave të tjera. E para punës do bëhet aksioner, do ketë ca të ardhura më tepër. E dyta, ambasadori i produktit tim në për Shqipëri nuk do jem vetëm unë dhe agentët e mi, por do jenë gjithë aksionerët e produkteve tona. Dhe konsumatori i produktit vetë. Dhe konsumatori, dhe rritet koshjenca tek prodhimi vendas. Edhe zyrtari që do investoj 5 lek në për kompani, ai do rrit do ndjeki problemet dhe ai do jetë punojësi administratës do bëhet më i ndjeshëm për luftë korrupsionit. Për prodhimin tonë. Prandaj duhet të fusim urgjentisht sa më parë instrumentin e një kurrë që flasim me radhë se ndryshe s'do merremi vesh. Pse vinë gjithë këto kapitale, gjithë këto zotënit mëdhej të biznesit botror në Shqipëri? Magneti e Ceko dhe jo, tha dhe shembullin e Kroacisë, Ronald. Unë e kam përjetuar pothuajse gjithë tranzicionin kroat, çek, po duke qenë se jam prezant edhe në Itali që i përzuni kroqerët Venecia. I çojnë Trieste se ju kisha armëtuar aq shumë, ishte se u mbyt Venecia nga turizmi. Dhe ne kemi filluar tani, dhe tani po kuptojmë sa keq kemi bërë vetes të 30 vjet me shërnajën e pafund, me destabilitetin politik. Mjafton të kesh çik stabilitet, sepse të gjithë tjerat vinë. Pra, kjo është dëshmi e reale. Pse vinë Shqipëri? Sepse është një vend i ri dhe bosh. Prandaj vinë Shqipëri dhe dihet shumë mirë, qofse ne do vazhdojmë trendin e qetësisë e administrimit qetë vendit, këtu do bëhet njësoj si gjitha vendet e tjera të botë. Do rritet vlera e çdo gjëje do rritet. Do zhvillohet në gjitha anët, infrastruktura, do vinë kompani tjera. Po këtë situatë që ka Shqipëria, dhe unë e kam përjetuar në Çeki, sepse po hyn kapitali i madh, atje ishte një diskutim i madh, mediatik, social, politik, që po na blejnë, po na glabrojnë, po na ngjelet asgjë. Dhe cila ishte vendimarrja çeke? Unë mendoj se shumë e zgjuar ka qenë.
Ndrysh nga këtu, nuk jam pro asaj që thot profesor Cenko dhe pjesa dërmuese e qeveritarëve të majtë që janë populistë, duhet t'i bëjnë popullit. Nuk është se i bëhet keq popullit, po hyni kapitali i madh. Zhvillohet vendi dhe rritet niveli i mirëqenies, i pagave, i çdo gjëje. Dhe çekët kanë ndjek pikërisht këtë. Nuk e blejnë Volkswagen, Skodën, pardon, nuk e blejnë të përsekutorit politik, a pronar të trullit. Skodën e blejnë kapitalistët e mëdhej që kanë dëshmuar në biznesit e tyre që janë lider në botë. Kështu u fut, Volkswagen i bleu Skodën, i vunë kusht me ruaj emrin. Dakor, po ne nuk i kishin të. Edhe ato kompani që kishim ishin të amortizuar. Ne kishim shumë jo, dhamë përsekutu për djegur politik. Ne kemi shkatru, po thuj se gjdo gjë që kishim. Ne që ki jashtë zakonisht shumë pak është shkatruar nga pasuria që kishte krijuar brez bas brezi ai popull. E ka privatizuar, e ka bëj eficiente gjdo gjë. Dhe sot, edhe në bujësi, për shkosh, gjdo plam e tokës është e mbjellë. Turizmi lullzon, janë 20-25 milion turista në vit, lullzon turizmi, por i lidhur ngushtësisht me gjithë sektoret e jetës, të ekonomisë që janë zhvilluar paralelisht. Realisht, nëse nuk i zhvillojmë të gjithë sektoret, rrezikojmë seriozisht bëhemi një popull kamarierësh, banakierësh, lëvanderish, roje parkingjesh. Kjo është reale, në qoftë se ne nuk zhvillojmë gjithë sektoret. Në qoftë se zhvillojmë gjithë sektoret, që, turizmin na shërbesi si magnet për të rrequr gjithë sektoret, mbi gjitha industria, pastaj është ajo që i vjen nga pagun, sepse është industria që përpunon lëndët e para, prodhimet e tuaja, gjithë shkaja e vjen në shërbim të turizmit. Po nëse flasim për turizmin, që po themi ne i kemi Venesin me 35 milion, no. Pra i përzuni, se si mbante dot. Themi 12 milion, shumë janë, se ishim zero ne. Po Kroacia sa ka? Shkojnë kroqerat në 4 anë të porteve kroate, gjitha ne i shkarkojnë gjithë kohën. Pra ne jemi në start, ne jemi në fillim, dhe po themi që me që arritëm të administrojmë mirë vendin 10 vjetë, që pache administrative, politike, atëhere kryum gjithë të mundësira që bota të hedhi sytë, bota kapitalit hedhi sytë nga ne. Dhe shqyqyrë zote që po ndodhë kjo, se jemi vendi vogël dhe zhvillohemi edhe shpejt, por rreziku që ndronë që, se të themi edhe ca gjëra negative që mund të ketë kjo. Sigurisht. Pra, nuk është se nuk ekziston rreziku që kapitali i madh, i huaj që mund të hyjë në Shqipëri, rrezikon dhe mundësinë, krijon dhe mundësinë që të varfrohen shqiptarët, sepse pa ka rrit kostot. Faleminderit regjis. Ka rrit kostot e banesave, për shembull. Kanë shku kostot që si blejnë do çiftet e reja. Në qoftë se ti shtet, ti qeveria ime, merr nga këto investime të mëdha, taksa të mëdha, duhet mbrosh streset e varfra, duhet mbrosh sidomos familjet e reja që s'kan mundësi të blejnë një apartament dhe ikin jashtë për të krijuar ca kapital që të vinë, që gjithë kanë ëndër që të rikthehen, por nuk e di a kthehen bën pastaj. Që është më mirë që të mendojmë që t'i ndalojmë. Dhe këtu po, do isha me profesor Cenko dhe do isha me të majtë që mbrojtja sociale, pa diskutim, tutela, mbrojtja sociale. Por ti nuk mund të mbajsh peng pasuritë e vendit që i ke me shekuj ashtu, edhe të themi, po pse s'ja japim popullit. Përvumi a thonë, me letra me vlere, me letra me bire, qas përvum. Kapitali, njerëzit e zot që ngrejnë pesh ekonominë, duhet me u dhanë resurset e vendit në të gjitha sferat e ekonomisë. Vetëm dy sfida. Mendoj që pjesa e turizmit dhe pjesa e investimeve, sidomos real estate, ka dy sfida shumë të mëdha. E para, duhet luftoj me informalitetin, sepse shumë, mendoj nga këto turizmit, investimet që vinë humbin, rishpërndarje, duhet të futemi përsëri, dhe sa mirë që është fillim mandatin shtator, le të përveshin mëngët, kushdo që do të jetë nëpër ministria, të përveshin mëngët të studojmë përsëri rishpërndarjen e të ardhur. Këto para që po na vinë, ku po ngecen, sepse duket që nuk po shpërndahen në gjithë ekonominë. Dhe nga ana tjetër kërkon guxim që të merren ca reforma fiskale të rëndësishme për të lehtësuar barën e strehimit. Praktikisht është kjo mundësi që ta bëjmë mirë, atë që nuk ka bërë mirë në 4 vjeçarin e kaluar. Për sa i përket politikave fiskale që ka të bëjë me strehimin, me banesa, me gjitha, ka mundësinë ta bëjë shumë mirë kësaj radhe. Po janë dy sfida që kërkojnë guxime për të marrë. Para dy ditësh që ta mbyllë. Ta mbyll doktor Ceko, pastaj. Para 2 ditësh. Po shumë pak.
para 2 ditësh, kryeministri tha, unë do merren tha me ndërtimin, me turizmin dhe me inovacionin. Dhe nuk do të komentoj agjen e qeverisë kur të vita shikojnë. Ka praktika ndërkombëtare në vendet të përgjegjshme, paksa për ta vazhduar këtu dhe pastaj do kaloj në pikën që doja të thoja, ku shitja e pasurive unikale, pavarësisht se ato janë pronë private në një moment caktuar, por përsa kohë ajo konsiderohet pasuri e pari përsëritshme, sepse në momentin që ti shet një copë Bregdetit, ajo është një pasuri e pari përsëritshme. Nuk është se shite i copë në mal edhe e bën edhe një herë tjetër. Këto shoqërohen pa diskutim me një lloj takse ekstra për të përfituar i gjithë komuniteti. Sepse vërtet ti e ke marrë në kuadër të ligjit 7501 apo ku diun se çfarë ke marrë. Në kuadër të një ligjit caktuar, por ti në fakt po përdor një pasuri e cila është atraksion kombëtar, nuk është thjesht një pronë e jotja 5.000 metra, 10.000 metra, që ti bën çfarë të duash me të. Momentin që ti do ta zhvillosh dhe ti po zhvillon një pronë, pavarësisht se është e jotja, por është atraksioni pari përsëritshëm kombëtar, pa diskutim duhet të ketë një përfitim edhe i gjithë komuniteti. Në Budva, më thoshte para 25 vitesh, një miku im ku shkova atje, ishte një hotel që bënte pak ndryshim nga të tjerët në Budva. Dhe i thash si ka mundësi, se ndërtesat e tjera ishin ndryshe, ky ishte diskret ndryshe. Ne tha kemi problem ujin këtu, tha. Në Budva ishte shumë problemi mall uji. Dhe furnizimi për ujë dhe investimi për ujësjellsin ishte shumë i madh. Dhe kur një investitor rus erdhi tha për të investuar, e kishte bler tokën, ja kishte bler privatëve, nuk ju dha leje pa bërë gjithë ujësjellsin. Solli ujë nga ku atje, solli realizoi gjithë ujësjellsin pa ju dha leja për të bërë atë. Pra, komuniteti vërtet hoqi dorë nga një atraksion i tij. Po përfitoj shumë. Por ama përfitoj në jetën e tij të përditshme. Çfarë dua të them me këtë? Me këtë dua të them që ne duhet kujdesemi jo vetëm për shifrat e investimeve. Ne duhet kujdesemi se si këto shifra shërbejnë për të përmirësuar jetën tonë. Rishpërndarja dhe të krijojmë një kohezion social, të krijojmë një jetë më të mirë për njerëzit tanë. Pra edhe momenti rishpërndarjes së dur. Po nëse ka rishpërndarje të dur, nuk ka asnjë lloj vlere të bësh edhe 10 miliardë euro investime, edhe 30 miliardë euro investime, por në fakt qytetarët e tu, rezidentët e tu janë pak kënaqur dhe ato ikin dhe largohen. Nuk kanë vlerë 30, 40, 50 miliardë euro investime, në qoftë se ti nuk ke një shoqëri me njerëz të gjitha shtresave që bëjnë një shoqëri për të ndjerë, për të jetuar, për të vluar brenda vetes. Po prandaj është e rëndësishme rishpërndarja. Nuk mund kemi një shoqëri pa inxhinier mekanik, pa inxhinier elektrik, pa kimist, pa teknolog, pa kërkues, pa biolog, pa bioteknologji, pa gjitha ato gjëra të tjera, të cila është vendi mangët, pa njerëz që bëjnë art, pa njerëz që zhvillojnë artin, pa njerëz të cilët ruajnë identitetin ton, sepse do vi një moment, unë e kuptoj që të gjithë bota po shkon drejt një lloj kozmopolizmit, por të gjithë vendet e zhvilluara, ato më të zhvilluarat, po përpiqen që brenda kozmopolizmit të ruajnë atë ngjyrën e çatisë së vet, të ruajnë atë identitetin e vet. Para 20-30 vitesh më thoshte dikush në Gjermani, festa birës nuk bëj me ato kostumet që dalin sot, me ato pantallonat e shkurtra e tjera. Ishte kështu. Por sa më shumë janë zhvilluar, ato po i rikthejnë identitetin. Ama festa birës ka ngelur. Por ajo po i rrit më tepër. Po i rrit më tepër të ardhurat, po rrit më tepër të ardhurat e produsëve të birës. Pse? Sepse ajo po kthehet në një atraksion tashmë. Jo thjesht një vend ku shkohet për të pirë birë, por një vend kur ti shef edhe veshje të ndryshme tjetër. Pra shef kulturë traditë. Dhe ne duhet të përpiqemi maksimalisht që krahas gjithë këtyre investimeve të mëdha të kujdesemi shumë që të krijojmë një shoqëri me të gjitha ngjyrat, me të gjitha koloritet e saj. Një shoqëri, nuk jam as pak nostalgjik, por
një shoqëri si ajo që i kishim para 90-s, që i kishim të gjitha llojet e gjërave. Kishim edhe institutet, kishim edhe kërkushit shkencor, edhe teknikët, edhe teknologët, edhe racionalizatorët e inovatorë që i thonim në dikur, edhe artistët që punonin në krijimtaritë lirë, që prodhonin. Ishte një botë më vete, pavarësisht se në varfëri ekstreme. Ishte gjithë habitati. Dhe ne duhet të krijojmë këtë habitat. Duhet ta rikrijojmë këtë habitat. Doktor Ceko? Rishpërndarja e ardhurave është një mekanizëm shumë i mirë për të kriju një harmoni midis stresave është momenti të ekonomisë, po patjetër. Ne nuk kemi rishpërndarje të ardhurash. Ne kemi shpërndarje të ardhurash në Shqipëri. Në konceptin tamam të fjalës rishpërndarje, ne nuk është se kemi. Ju përmend industri e birës, u përmend Çekia. Qeveria çeke nuk e lejoi privatizimin e Budweiserit. E ka mbajtur pronë e qeverisë së Republikës Çeke. Ama parat që vinë... Janë gjyq 20 vjetë gjyq. Për të mbrojt markën. Parat që vinë, janë parat që shkojnë të fondi publik i investimeve. Që përfiton komuniteti. Përfiton gjithë komuniteti. Në që se marim Norvegjin. Një pjesë e mire e fitimeve që vinë nga industria, nga energjitika e Norvegjis... Nga nafta që doli në detin e Veriut. Shkon të fondi investimeve publike. Është më i madhi në botë. Që është më i madhi në botë. Arabë Sauditi që në... Po diskutojmë për gabime që kemi bërë, kuptimin sot çfarë mund të bëjmë. Ku është fondi investimeve? E para, nuk e mund kryeministri, po ti isha unë të kthej përgjigje. E dyta, nuk mund të jetojmë me të shkuarën. S'kemi çfarë bërë, i kemi bërë ato gabime. Çfarë mund të bëjmë nga sot edhe në vijim? Çfarë mund të bëjmë me rishpërndarjen? Çfarë mund të bëjmë me Ti japim qytetarëve atë pronën që e mban shteti akoma. Shikosh, të mirë ta përdorim. Ta mbaroj doktor. Qiko, ne ato prona që i kemi shpërndarë, nuk ketë qa të bërë. Ka dy mënyra për ta trajtua ekonominë, ose të marrim stilolapsat. Ka një mënyrë për ta mbajtë kështu fort stilolapsin, që edhe mund ta thysh, ka edhe një mënyrë për ta mbajtë kështu ekonominë. Këtë do zgjedhësh ti. Këtë fort, ta mbajmë fort stilolapsin, apo kështu? Unë do të zgjidhja ajo që është pronë shtetërore, ta vendosja... Qofse ti e mban fort stilolapsin, edhe mund ta thysh, po të lodhet edhe dora, se argjon energji. Kam idin që me korporatën shqiptare të investime ka ndryshuar përqasja. Po ta mbar stilolapsin kështu, nuk vjen njeri që ta marri stilolapsin nga dorë. Se është aty, e kanë gjithë. Unë mendoj që me ndërhyrjen që është bërë... Bëni ekonomia bëhet shumë, bëhet shumë dorë. Po mi po duhet kuptoj... Liri për gjithë për të bërë biznes, dhe jo ta bësh ekonomi kështu, ta mbash për 100 veta ekonomin, që ata ti grumbullojnë parat, edhe mos ketë rishpërndarje të ardhurave. Kjo është Shqipëria jonë, tani, po të ishim në forum, kjo ishe një nga thirrjet, që Shqipëria është e derë Europës, por nuk është Europa burokratike që nuk e mundësi të bësh biznes që vuan shumë për të hyrë. I ke gjasat për të mësuar. Në më të nësot kemi një klim që vlerësojnë, një klima për bërë biznes vlerësojnë. Asin datë në realitet, a ka oligark, a ka lobime, është tjetër histori, por kjo është Shqipëria jonë. Duke qenë se me atë modestin time, jam edhe në Itali prezent me punët e biznesit e mija. Unë them se nuk kemi nevoj që të shpikim gjëra alla shqiptarë ose alla malezeze, ne duhet kopjojmë egzakt, shqyqyr kemi dhe inteligencën artificiale, kemi mundësi me i përkthy shpejt dhe ligje. Do japim dhe $10 milion që legislacionin italian që vjen nga një përvojë jashtëzakonisht e madhe e biznesit dhe politikës, nuk kemi nevojë të shpikim ne. Thjesht t'i kopjojmë ata edhe t'i aplikojmë, sa ma shpejt jetë mundur. Rasti që thot Albani, sepse është për të ndali qikë, sepse është tipike balkanike, e kemi dhe ne. Thot i kanë saktu detyrat i Rusit, këj Rusi që ka shumë lek kartë, hajtë nga bëllë ujësjelësin të një, tjeti të nga bëllë autostradën. Jo, ligje është i barabartë për gjithë, dhe në qovë se ti jep të shaj investitorëve të huj. Se më që erdhe ti me lekun, po të rjep të ikin gjithë. Pra, ligje do t'jeti barabartë për të gjithë. Nuk është kështu, Zefi. Debatojmë pak sa. Një sekund, ta marrë dhe koncept. Ta marrë dhe konceptin, pas taj thuj. Ka bot njëtën gja Rama me ndërtu si shqiptar për të pastru lanën, për të pastru parkun Rinia, e për të bësh shumë të mira publike. Në pamjet parë duke si kur ka bësh shumë mirë. Por nuk ka lidhje me detyrimet e atij biznesi që të merret me tjerë. Ka detyrimet e biznesit për të pagu fiks taksat kombëtare dhe taksat lokale si që i ketë caktuar barabar për të gjithë. Pastaj është i zoti fiton shumë, ai edhe ti fiton shumë si shtet, edhe komuna, bashkia fiton shumë si shtet.
në që ose fiton pak është të kundërta. Pra ne, këtu të tjenë absolutisht të prera, edhe Evropa nuk ban dalime midis këtyre, se ka provu edhe Italia me të caktu ty me boruk të lagjese, lulishtet e lagjese. Ikin investimet, ikin atje ku si kanë këto kërkesa. Që du t'jemi shumë kujdesshëm mos shpikim gjëra tilla, se i tremi me njëherë, ashtu si vinë ikin. Kapitalet janë si zojsh, fluturojnë me njëherë. Kështu që taksat që theti Alban, ishte një koncept tjetër që the, pastaj është mirë që t'i marrim ca taksa me se kemi falë një pjesë të ekonomisë kombëtare. Për shembull, to investitor strategjik nuk u ashesim tokën, u japim me €1. Kështu që shumë e drejtë ajo që thuti, por ama kombëtare për gjithë njësoj që unë po ta falë, futu në punë, ban investimin, futu në prodhim, mas ca vitesh do fillosh të paguash taks që është për të mirën e vendit dhe për të mirën e njerëzve, është e drejtë sepse unë të kam falë një pasuri të madhe kombëtare ty për cilën po nxjerr fitim, kështu që ato i ka në dorë shteti ato mekanizma. Po jo për t'i godit me taksa selektive, është absolutisht improduktive dhe e damshme për ne. Atëherë, fatmirësisht unë nuk bëj pjesë në kategorinë e njerëzve dhe flas pa konflikt interesi, nuk bëj pjesë në kategorinë e njerëzve që ndjehemi marginalizuar nga një investim i mirë që bëhet në Bregdet. Përkundërzi mund të jem një ndër përfituesit e atij investimi të mirë. Por unë e ndjej përgjegjësinë timen etike, morale, qytetare çdo lloji që kur bëhet një hotel i mirë, kur bëhet një resort i mirë, përfituesi ti mos tjetë vetëm ai që e bëri, por t'jenë edhe gjithë ato njerëzit që jetojnë rreth e rrotull aty, edhe ato të ndjehen mirë për atë hotel që u bë. Mos ta shohin si armik, mos ta shohin si uzurpator, mos ta shohin si grabitës, por ta shohin si një gjë e mirë që u bë sepse edhe atyre ju bë diçka e mirë. Siç ndodh edhe me minjerat. Që aty nxirret minjera dhe ato që jetojnë rreth e rrotull minjerës janë më të varfrit. Sepse na kujtohet ajo poezia e Nolit, anës detit i palar, anës sofrës i pangrën. Dhe ne nuk duhet të krijojmë sofra pranë së cilës ka shqiptar të pangrën. Sofra ekskluzive ti quhet. Sofra ekskluzive. Vetëm për ata që kanë më shumë. Kjo është e para. E dyta, kam një 17 vjet që bëj biznes industrial si puna jote. Por nuk kam fituar aq para sa fitohet me një pallat për 2-3 vjet. Dhe kjo ka një lloj disekuilibri, duhet ta kuptojmë në fundit ndërtimi i pallatit me një industri duhet kenë marzhe të krahasueshme fitimit. Në qoftë se ato nuk kanë marzhe të krahasueshme fitimit, do të thotë se diçka nuk po shkon mirë. Dhe kjo gjë që nuk po shkon mirë mund të zgjidhet fare mirë me këtë mekanizmin e përdorimit të pasurive të paripërsëritshme. Zoti nuk ka për ta bërë më atë Bregdetin atje, e ka bërë një herë, po ja japim atij. Atëherë ti nuk je zoti zotëri, që bën një pallat atje, bën një hotel atje dhe jetojnë edhe 7 breza tjerë pa pas nevojë me vu dorë. Le të jetojnë edhe ato. Por le të jetojnë edhe këto njerëz këtu rreth rrotull, të cilëve ky pallati ju ka prish një lulishte, ju ka prish një pyll, ju ka prish një plazh të virgjër që dikur laheshin etj etj. Pra ta bëjmë që pasuria publike shumë mirë t'ju shërbej atyre njerëzve të cilët riskojnë bëjnë shumë sakrifica për ta ndërtuar, se unë e kuptoj që për të bërë një pallat, për të bërë një hotel është një iniciativë jashtëzakonisht e madhe, nuk e nënvlerësoj fare, por të mos marginalizojmë ato njerëzit që janë rreth e rrotull këtyre zonave. Shumë e drejtë. Atëre, zoti Pivirja, doja të dija mendimin tuaj dhe pastaj edhe të doktor Cekos, për të 4 miqve të mi këtu sonde. Po jo e mbyllim, po domethënë po e përqendrojmë në minutat e fundit, jo e përmendet me drejtë që në fillim Magneti Sazan. Ka shumë, si thua, parametra ky investim, 1.4 miliard dollar. Pse i ka tilla? Nuk është thjesht tek fakti 5.6 kilometrave katror të Sazanit që janë gur dhe shkurre atje. Por as që diskutohet në imazh do ta përmirësoj 1.000 vende të reja të punës. E kemi shkruar mundësit për aktivitet të tjera në Sazan. Pse? Se realisht 8% e hapësirës ishuj të vetëm që kemi, do të përdoret. Kemi 92% tjera pastaj. A mund të kemi në mundësi që aty të zhvillojmë dhe gjërat të tjera që janë zhvilluar në ishuj të tjerë, që janë më të virgjën të mesdheut. Ne i kemi eksperiencat. Pra, sa do t'jetë pjesa e shtetit shqiptar në investim, nëse mund të bëjmë pjesë diskutimit, sepse është një kontratë që me sa di është duke u ngjizur, domethënë është në diskutim. Nuk i di detaje se sa do të jetë pjesa e shtetit shqiptar në investim, di vetëm për qasjen që kam parë
nga të paktën në 2 vitet e fundit kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me Albania Investment Corporation, pra me korporatën shqiptare të investimeve. E kemi asistuar në disa studime tregu dhe kemi asistuar dhe në modalitetet e përqindjes që ka të bëjmë me pronarin e truallit që vjen ndosën në zhvillim. Dhe pratikisht jam i kënaqur që disa nga këshillat që ne kemi dhënë janë vendosur në vend, pra kur flasin të paktën projekte që ka dhënë AICA me zhvillim, kanë ndjekur nivele 40-45%. Pra në një mënyrë e shikoj shtetin që nuk e dorë më nga pasuria vet, nuk e jep më me 1 euro apo 99, po thotë, jo, unë këtu jam bashkë sipërmarrës, dhe kjo është zgjidhja shumë e mirë që po bëhet. Pra, pronën tokën është e ime dhe unë jam bashkë sipërmarrës me ty. Mendoj që po shkon në këtë drejtim dhe projektet e tjera, nuk kam në dijen 100% të pjesës Sazani, por di që në filozofi është e njëjti kjo qasi, që shteti do të jetë bashkë sipërmarrës, pra do të ketë pjesën e vet në këtë projekt, i cili do gjenerojë të ardhur, afatgjar, pra nuk do ta lëshoj pjesën e pronësisë. Atë që unë vlerësoj nga Sazani është atraksioni që duhet kuptojmë ne sot, kemi blerës të huaj dhe investitor të huaj. Investitori juaj nuk vjen me njerë në një vend, pra vjen në fillim si një qytetar që po kërkon një eksperiencë tjetër, po eksploron një vend, vjen si turist, dhe duke ardhur, duke parë investimet e sigurta që ndodhin këtë vend, atëherë vendos pse mos një pjesë biznesit tim ta rilokoj, qoftë në IT, qoftë në gjithë dimensionet e tjera. Dhe ajo që është për të vlerësuar, duke qenë se është një investim i fondit arab, po që përfaqësohet nga zoti Kushner, për mua ka një sinjal që këtu do të ketë qetësi dhe paqe për një kohë afatgjatë, sepse janë kapitale të mëdha financiare. Por në botën e sotme të luftrave, praktikisht unë këtë shikoj. Kam një vend të qetë në Shqipëri, pra do të ketë një investim, kam një vend të qetë në Shqipëri. Më pas, të gjitha aksesorët e tjerë, pjesa e Vlorës nuk duhet ta nënvlerësojmë. Aeroporti i Vlorës është aeroporti me pistën më të gjatë në gjithë Ballkani Perëndimor. Pra, jemi duke thënë, sot Ballkani Perëndimor, nesër, po themi në mars 2026, do të ketë një port hyrëse për fluturime ndërkontinentale. Ne dimve si shqiptar, kur duam të udhtojmë në Amerikë, që për arsye pune, biznesi familjare, vemi bredhim në aeroportet e Evropës. Por kjo është një magnet për gjithë Ballkanin Perëndimor, nuk do shkojnë më, po do vinë në Shqipëri për fluturuar. 2 minutat e fundit, 2 minuta do i marr unë me dhunë me leje të regjisë dhe programacionit. Doktor Ceko, minutazhi juaj. Ju përmendët të faktin e pistës, tani avionët që janë të mëdhenj, ngjiten edhe më lart. Edhe në 30.000 metra mbi nivelin e detit, dhe kur ulen, nga që janë avion gjatë, duan pistë gjatë. Kjo është arsyeja, edhe kanë edhe shumë njerëz kapacitet. Kjo është, kur është ul për herë të parë B-52 në aeroportin e Rinasit në kohën e luftës Kosovë, u quajt sukses i madh, sepse ishte vetëm 2 kilometra pista e Rinasit. Edhe doli edhe në bar B-52. Pak shkurt, doktor Ceko, lutem. Duhet kuptojmë një gjë, që nuk është se ka shumë detaje sa do mbaj shteti shqiptar apo jo, po ka një gjë shumë të rëndësishme. Ky investim është me afat, nuk është për gjithmonë. Pra i është dhënë për disa vite atit, jo për gjithë jetën. Aeroporti, po, jo. Dhe kjo është pjesë e rëndësishme, mirë, kjo është pjesë e rëndësishme e një qasje të resë si e shikon qeveria jonë marrëdhënien me investimet të kësaj natyre. Pozitive në gjykimin tuaj. Përveç se pjesës që çështja jo punësimi, investime ku diun. Tani ne kemi dhe një investim tjetër në Kuçov, që aeroporti i Kuçovës është bërë pjesë e një projekti shumë të madh natës, kështu që duhet parë dhe me çik lidhje me janë 2 raporte shumë afër njëra tjetrës, aq më tepër që kemi edhe një qasje të lëvizjes turistike në botë, përfshirë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që po i detyron këto linjat e fluturimeve ta shikojnë Shqipërinë jo thjesht si një tranzit, po ta shikojnë edhe si destinacion të fluturimeve direkte. Unë mendoj që kjo pjesa që e lidh këtë tarifat e fluturimeve të korridoreve ajrore është një element që ne prapë duhet të ulemi ta diskutojmë. Do të kemi rast në kuadër të investimeve të huaja, na mbaroj kohë. Sepse thjesht vetëm për një tarif të vogël fluturimi apo korridori ajror ti shmang. Zoti Zusi, devion fluturime, 3 sekondat e fundit për ju, dua ta mbyll me zotin Shtyp. Vëmendje tek ekonomia. Ekonomi në 2-3 vitet e ardhshme dhe zbatim i ligjit në përditshmërinë e jetës së çdo shqiptarit. Zoti Shtypti, 1.4, faleminderit zoti Zusi, 1.4 triliard asete të këtyre kompanive erdhën për një ditë në Tiranë në 17 maj. Gjykimi juaj përfundimtar në 1 minutë, lutem.
Varet të ne sa të aftë do jemi që të përthithim sa më shumë nga ky kapital i madh, që t'i afrojmë Serbisë, dhe pse jo mos ta kalojmë. Sepse vendi është shumë atraktiv, ekonomia jonë ka potencialet pa fund. Ne kemi pas këtë vend për qenë komunizëm, pastaj janë 30 vjet tjera s'bëm asnjë gjë. Kështu që nuk duhet ta kemi frikë hyrjen e kapitalit huaj, mirë se të vi, thjesht duhet mbrojmë në maksimum interesat tona pa e trembur kapitalin e huaj. Doktor Ceko, zoti Zusi, zoti Pipiria, zoti Shtefti, faleminderit që ishit me ne sonte në Ekopuls. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim takimet e ardhshme.